Fondi i sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor ka rishikuar rregulloren e gjithë procedurës së rimbursimit të barnave duke vendosur element të rinj transparence për të gjitha hallkat e procesit. Rregullat e reja janë reflektuar edhe në kontratat me depot dhe farmacitë për vitin 2015. Shtojcat e kontratës u miratuar në mbledhjen e Këshillit Administrativ të Fondit dhe do të hyjnë në fuqi duke nisur nga 1 gushti 2015. Masat e reja të parashikuara në kontratë janë një hap cilësor drejt rritjes së shkallës së transparencës dhe parandalimit të mundësive për abuzime me barnat e rimbursueshme. Ndryshimet e miratuara reflektojnë konstatimet e njësisë antikorrupsion pranë Këshillit Ministrave, që synojnë shmangjen e çdo mundësie për rimbursimin e recetave që nuk janë të plotësuara në mënyrë të saktë si nga pikpamja formale, ashtu dhe për sa i përket përmbajtjes së tyre. Në ndryshim nga kontrata e mëparshme, e cila parashikonte një afat 48 orësh, brenda të cilit farmacia mund t'i merrte recetat, t'i korrigjonte dhe t'i kthente përsëri në drejtorinë rajonale për kacet të fondit me qëllim shmangjen e abuzimeve të mundshme, kjo pikë e kontratës është hequr. Pra me kontratat e reja nuk parashikohet mundësia e kthimit të recetave për korrigjime. Në rast se receta do të ketë parregullsi, ajo nuk do të rimbursohet.